Diçka që e dëgjoj shpesh, po e kam menduar edhe vetë në moshë më të re, kur quhej brenda mendjes time dhe brenda shumë mendjeve të njerëzve të tjerë, ka buk kthimi prapa nga një rrugë që e ke nisur dhe kupton që ndoshta nuk është rruga që ti doje të zgjidhje destinacioni ku doje të mbërrije. Dhe prej shumë faktorëve personal, familjar, shoqëror, ëm, në aspekte të ndryshme të jetës, ku ti e ke zgjedhur, sepse ne zgjedhim dhe marrim vendime për arsye personale, marrim vendime për arsye profesionale, marrim vendime për një X gjë për shkak të shoqërisë, të trendit të shoqërisë, marrim vendime për arsye të ndryshme dhe shpesh ndoshta nuk janë ato rrugë, ato vendime që do të na çojnë të përfundimit që kemi patur në fillimet tona, në fillim të rrugtimit që kemi marrë. Dhe pikërisht kur ti ke arritur në këtë pikën që mund të kesh ecur dhe më shumë se gjysma e rrugës, kupton që nuk ishte vendimi i mirë, vendimi më i mirë që mund të merrje. Dhe ke dy rrugë. O të vazhdosh të ecësh deri në fund të kësaj rruge që nuk e dihet se kush është fundi dhe përfundimi ti ke filluar ta ndihesh, ta kuptosh që nuk është ai që ti prisje, nuk është ai që ti dëshiroje, dhe rruga e dytë është të kthehesh pas, ose të kërkosh rrugicën më të mirë të mundshme, shtegun më të afërt që mund të të nxjerrë në një rrugë tjetër, të një zgjidhje që mund të mos jetë ideale, por do të çojë më shumë afër me pritshmërinë që ti kishe në fillim, destinacionin që ti ëndërroje, dëshiroje dhe prisje në fillim të vendimit që more. Ktu është pika që bëhet e vështirë të pranosh që ke gabuar, të pranosh që ke marrë vendimin më të keq të mundshëm, të pranosh që ti nuk i bëre llogarit mirë në fillim të rrugës, të pranosh të tjerët të thonë ne të kemi thënë, unë të kam thënë, unë e dija këtë, dihej përfundimi i kësaj që ti ndërmore dhe të kthehesh pas dhe të fillosh nga e para duke dëgjuar të gjitha këto, duke u përballur me gjitha këto, ose të vazhdosh rrugën që ke nisur, vendimin tënd të gabuar dhe të jetosh dhe të përjetosh të gjitha rezultatet e atij vendimi të gabuar, që nuk do jetë pritshmëria jote, që nuk do jetë ajo që ti dëshiroje, por do jenë pasojat e një vendimi të gabuar që ti ndoshta se kishe llogaritur mirë për shkak të moshës, që ty ndoshta ashtu të erdhi momentalisht kur e more vendimin dhe të duk zgjidhja më e, ose për arsye që ti nuk e kishe parashikuar dhe erdhën gjatë rrugës dhe ndikuan që të merrte rrjedhën e re të gabuar në thonjza, ose nuk ka asgjë të gabuar, por jo në përfundimin që ti doje, që ti prisje. Atëherë, zgjidhja më e mirë është të mos qëndrosh aty ku ti e ke kuptuar që diçka po shkon keq. Sepse nëse do shtysh edhe pak, do ecësh edhe pak në atë rrugë, do durosh edhe pak në atë rezultat që ti nuk e dëshiron, uh, nuk dihet se sa, por do vi një moment i dytë, pas këtij momentit që ti e ke kuptuar që diçka nuk po shkon, dhe në momentin e dytë, si në anën personale, si në anën profesionale, si në anën shoqërore, nëse je, domethënë në një grup shoqëror që ti kupton që nuk po të çojnë atje ku ti dëshiron, do vi një moment i dytë që do bëhet situata e padurueshme dhe ti do e marrësh këtë vendim, por me një kosto më të lartë se sa kostoja e parë kur ti e kuptove në ato momentin e parë që nuk ishe në rrugën e duhur, që kishe marrë një vendim jo të mirë për veten tënde dhe për jetën tënde. Prandaj, ndonjëherë krenaria, ose mirë them egoja që ne kemi për t'i treguar botës dhe çdo njeriu përreth dhe vetes tonë që unë mund t'ja dal pavarësisht çdo vendimi, ë
është më mirë që të lihet më njanë, të dëgjohen edhe disa fjalë që nuk na pëlqejnë, le të na thonë, ne të kishim thënë, ti do pranosh, unë pranova, ti do pranosh që edhe mund të gabosh, jemi njerëz, gabojmë, marrim vendime të gabuara, ose më mirë të themi, kjo rrugë që more, të bëri më të fortë, të kaliti durimin, të vendosi, të rënjosi në karakterin tënd, në qenien tënde, në trupin tënd, fizik, emocional, shpirtëror, disa element të rinj, disa tipare të reja, dhe ti kuptove njohe më mirë veten tënde që çfarë dëshiron dhe çfarë jo, për të jetuar në të gjitha aspektet që të plotësojnë. Prandaj, dhe kjo eksperiencë nuk mund quhet e gabuar, ti e pranon që po, ky rrugtim ishte i bukur deri këtu. Sa e kuptove që nuk ishte i mirë për ty dhe kërkon shtegun më të afërt që të kalosh në një rrugtim të ri, në një cikël të ri të jetës, me këtë versionin të ri që more se u rrite, fitove eksperiencë mbi diçka. Dhe sado me kosto të lartë nga pikpamja emocionale, shpirtërore, shoqërore, ndoshta edhe fizike ndonjëherë, se nuk e dihet se si do jesh ti në momentin që ti e kupton që nuk je në rrugën që ti dëshiron, je duke ecur në një destinacion që nuk të përket ty, edhe pavarësisht të gjithave, më mirë të merri përsipër, mbaj, pranoj dhe kërko të krijosh dhe të jetosh me një version të ri që ke tashmë në jetën tënde, në veten tënde, dhe të durosh gjithçka që do të thonë, lëre egon më njanë, krenarinë e smur më njanë, dhe vendos që të ecësh në rrugën e re, të gjesh rrugën tënde, duke kuptuar më mirë veten tënde dhe duke pranuar të mirëqen të gjitha çfarë ka ndodhur, duke i marrë si eksperienca, mësime dhe duke parë anën e mirë që të kanë sjellë në jetën tënde. Çdo eksperiencë që ne i quajmë vendim i gabuar, rrugëtim i gabuar, njeri i gabuar i zgjedhur, nuk janë të gabuara, janë thjesht eksperienca që ty të kanë rritur dhe të kanë mësuar. Nëse kjo bën për ty, nuk bën për ty. Prandaj ndonjëherë kur shikon se je duke ecur në një rrugë që nuk të përket, lëre krenarien më njanë, pranoj, lëre egon më njanë, pranoj të gjitha, pranoje këtë rrugëtim dhe kërko të gjesh rrugëtimin tënd që do të çojë te destinacioni që të përket.